që pra po I shohim Raimonda që veç se janë duke dalur, po I ndjekim drejt për drejt. Janë punëtorët e ngujuar të cilët kanë mbetur që nga mesnata. Dhe po futën pra direkt në ambulancë për të parë edhe gjendja sigurisht e tyre. Po shihen pra që të gjithë janë në këmbë duke ecur. Sigurisht do të kenë nevojë për ndonjë ndihmë mjekësore. Pra janë disa prej tyre, siç duket nuk janë të gjithë ende, po shpresojmë që shumë shpejt të dalin të tjerët. Që disa u fotën në ambulancë për të marrë edhe ndihmën mjekësore, por disa të tjerë, pra siç duket nuk ka nevojë ose janë duke pritur në radhë për të marrur ndihmën mjekësore. Apo unë ishte bebe? Deri më tash pra kanë dalur 8 persona sa morë informacione nga vetë minatorët të cilët vesa dolën, ndërsa edhe 10 të tjerë pra pritet të dalin shumë shpejt. Sigurisht që këta kanë qenë ndoshta nga horizonti në cili kanë pasur nevojë më shumë ndihmë. Po që kanë duhet të portë. Po I shmojmë edhe. Si ka qenë gjendja juaj, zotri? Mirë, dhe tash mirë është, po jënë sane që ndodhen. A ju ndodhin shpesh këtu? Jo, nuk ndodhin shpesh, po këtu sane janë që ndodhin, të prishët nësë më nominal. Në cilin horizont keni qenë? 11. Sa ka qenë e vështirë? Jo, ajo është normal, 800 metra me I fell, është pak shtirë, po na qatu puni kryna, I na të vendosë për me punu dhe tjera së shtot. Hajde me na falë. A mund të dhamë në jamë? Hajram regi. Faleminderit. Pra e dëgjuam një minatori që tha se si duket ka pasur përvojë edhe më parë, megjithatë ka kaluar mirë, fatmirësisht dhe nuk ka nevojë as për ndihmë mjekësore. Ka shkruar pak edhe të llovit themi ashtu, sepse të gjithë po dëshirojnë që të dinë se si është gjendja e tyre, madje edhe mediat, për të informuar qytetarët dhe sigurisht edhe familjarët të cilët nuk kanë arritur që të vinë këto. Pra edhe njërë nga minatorët që morin ndihmën mjekësore tashmë veç është në gjendje më të mirë dhe po e shojmë pra se po doli dhe do shkoj tashmë për të ndëruar sigurisht dhe për vazhduar në shtëpi pastaj.
Qa po dhota me hija jo? Si se pra vesh me gjiro Pra shumë shpejt po pritet që të dalin edhe minatorët tjerë sa po I dëgjoj pra nga ekipet e shpëtimit. Vetëm se duket ende nuk e kanë të qartë nëse do të futen edhe ata vetëm brenda apo do të vetëm të nxjerrin lart. Pra po e shohim edhe ministrën Rizanolle e cila pra është duke biseduar dhe me minatorët së bashku edhe me drejtuesit e Trepçës. Pra ne po drejtohemi në drejtim po shohim që edhe një nga punëtorët besoj duke jap një deklarat, po afrohemi edhe ne të shohim se do të na tregoj besoj për gjendjen. Ai do të morë ato kur t'i lëshojnë ana me kon dikush me neve ato. Mil shumë me startu. Që kjo është mundet me kon si t'i lëshojnë aq tash mundet me koll pumpa na myç aty. A ju kanë thonë direkt që doni me himra? Po që tash po dojnë me hi. Po veç hajtni te polçani pumpat. Është në rregull. Nuk mundet me në rregull për pak qiu me or dikush me qyr ato te pumpat, dikush me kon me neve. Që na me punojnë na orperin në 7 ora çto jam. A keni me shkua po me amorzohet na jo, na me punojnë na orna, si na për mos me punu. Po dikush do të me kon dikush me neve pak ato, me qyr kur startojnë, çka është puna. Mos është ndaj defekt si startojnë, çaj me rrym, ajo për herë mundet më na kollton. O, hajt shko, hajt përgjithsisht shko, si ja kush llogar, ja veç hajt te poshtë. A na prezantohesh vetë? Agron Hysenia po. Pra ju jeni punëtorë që të filloni tani ndrimin. Me amorzohet, na pin me nxesin na kon këtu me orë. Po këna orë në 7 ora këna orë. Po këna prit me në rrugë ta shoh në gjystet, po ata shfotit që meten u prish rryma ka prish, na po presim me shkuq sa te poshtë. Po ata dalin na me hite poshtë. Amo na pak kem një farë sigurie me pas pak me kon dikush kur t'i lëshojnë ana pumpat. Atë mos ka farë spoja diçka që gjithë ky defekt që bozis kjo rrym që koll, dikush me kon me prezent nga neve, nëse diçka më koll me kon dikush që na veç me startu dina dhe me mbajt nivel, na më shumë zina me rrymë punu. Os ta po thonë shko na do të më shku. Ça të bëjmë dorë zotit, s'kem ça bëjmë. Ça më bë. Apo në një emrin bëm. Agron Hyseni. Pra, në fakt ishte një nga punëtorët që po pritet të fillojë ndrimin. Dhe dëgjuam se tha që nuk kanë siguri për të shkuar dhe për të startuar punën, pasi që mund të ketë ndonjë defekt tjetër, kështu që ata po kërkojnë që me ta të jetë dikush, pra që kupton nga energjia elektrike për të qenë së bashku dhe ka qenë sigurt. Pra po I shohim tashmë vese po dalin edhe disa nga minatorët e tjerë. A dhe me ta, lëdhe? Shka lu? Ato? A gjodhe? Mirë jam kës. A keni pas ndonjë problem ose kolegët të tu? Jo, mirë kënë ka përsi. Mirë shumë. Pa fatmirësisht, siç duket janë në gjendje më të mirë shëndetësore se sa grupi që dolim parë. Sigurisht ta kanë qenë në një horizont tjetër, pra pasi që dhe vetë më herët zyrtarët deklaruan se janë në horizontet të ndryshme, në thellësi të ndryshme. Hey, notën, nëse pe
Não estou pagando muito, é só meio. Po më sekund. Kemi në kompi. E kemi obligim në thashë në puna normale. Okej. Atëherë, faleminderit të gjithëve që keni qenë këtu që disa orë të përcjell situatën. Do që gjëja më e rëndësishme është që të gjithë minatorët kanë dalur dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa hapi i radhës për mua është që të hetohet deri në fund sepse ka ndodhur ky aksident dhe ka mundur të parandalohet. Për këtë presim raportet e inspektorateve përkatëse për të parë pastaj hapat që mund të ndërmerren nga menaxhmenti në lidhje me këtë rast. Faleminderit shumë. A dolën të gjithë? Faleminderit, po. Të gjithë mirë janë me shëndet të gjithë. Pra e kuptuam që tashmë kanë dalur të gjithë minatorët që kanë qenë brenda, ndërsa tash po pritet që të hyjë ndrimi tjetër, pra i cili ka dashur që të hyjë që nga mëngjesi, mirë po kanë pasur të pamundur për shkak të vetë defektit cili ka qenë dhe kanë mbetur të ngujuar të tjerët. Pra po i shohim minatorët e ndrimit tjetër që vetë sapo dolën të tjerët që kanë qenë të ngujuar, po futen tashmë brenda, megjithëse me frikën se mund të ketë ndonjë defekt apo ndonjë pasiguri për shkak të energjisë elektrike, pra që kanë ndodhur edhe dje. Faleminderit Jehona, ashtu siç po shkruan në derën e hyrjes, me fat urojmë që këta që po hyjnë të kenë më shumë fat se sa ata që dolën e që mos të kenë probleme të tilla për të mbetur të ngujuar aq shumë metra nën tokë. Faleminderit për gjitha informatat, mirë që po e përmbyllim me lajmin e mirë që të gjithë minatorët 18 të cilët mbetën për 12 orë të ngujuar tashmë janë evakuar dhe janë mirë. Pra disa prej tyre vetë se morën edhe shërbim shëndetësor, por janë me shëndet të mirë, e pam edhe frikën e minatorëve të tjerë, që kishin frikë që të hynë pa u siguruar se çdo gjë mund të jetë mirë, dhe dëgjua ministrën Rizvanolli që tha që do të merret për të hetuar më shumë se si erdhi dhe si ndodhi ky problemi me rrymën në Trepç.